Përshëndetje nderuar televizionistë. Në këtë lëndë sot me unë kam marrë shkas nga shumë shkrime të analistëve, të cilët thonë që është një fushat ndryshe, është një fushat replikash, është një fushat estrad, është një fushat reale apo jo. Për të bërë një përmbledhje, unë jam nisur nga takimet e djeshme të zotit Lulzim Basha në Mali, Korç dhe në jug të Shqipërisë, takimet e Tiranës në zonën 5 dhe në këto, por edhe disa takime të një sepse është kthyer syri nga partitë e vogla. Kam parë dije për herë të parë në një emision përballë TVSH-ja kishte vendosur që të merrej me partitë e vogla. Ish redaktori i saj në lajmeve Luci Dervishi. Gjithsesi unë për të diskutuar për probleme kam ftuar në studio zotin Kujtim Hoxha, një ekspert i pavarur, ashtu si na thotë edhe këtë zëja për mbajtjen e raporteve të kësaj fushate, i cili do të më flas për të gjithë çfarë ka ndodhur në Korçë, si njohës i Korçës dhe një përfaqësues i PD-s, mi se merren në studio. Se u gjitha. Nga ana tjetër kam ftuar për ta balancuar, ashtu siç na kërkon gjithmonë KQZ-ja, nga Partia Kristian Demokrate, një avokat nderuar për arsye se sot në orën 11 në Hotel Tirana, kjo parti, ndryshe nga partitë e tjera, do të bëjë prezantimin e gjithë kandidatëve për deputet. Janë 300 avokatë që janë grumbulluar. Më kam ftuar në studio avokatin Maridlen Koqiu, mi se merren në studio. Mi se u gjeta. Ti edhe në kryetari apo sekretari përgjithshëm? Visi në kryetari i partisë. Në kryetari i partisë. Pra, dhe kjo është. Do ta fillojmë me ty Maridlen. Do të shpjegosh një gjë. Nga 18 parti 6 janë demokristiane. Na dhëm kjo punë apo është keq apo e mirë? Është një realitet që vërtetësisht i dhëm shqiptarëve sepse të ndash mëmën më 7 copë është turp. Megjithatë, Partia Kristian Demokrate luan rolin themelor. Ju jeni parti parlamentare, do të folë pas zotit Ndandoka, ju jeni dhe ju parti parlamentare. Dhe si Parti Kristian Demokrate kemi dalë të vetëm për t'i dhënë popullit atë fjalën e lirë të avokatëve shqiptar që për 23 vitesh nuk janë përfaqësuar në parlamentin, që nuk ka funksionuar totalisht ligji. Prandaj sot avokatët kanë vendosur të kandidojnë në gjithë qarjet e Shqipërisë me vlerat e tyre. Ndaj të tjerëve duhet lënë dhe duhet parë mirë. Është për herë të parë se në Francë ka ndodhur një ditë, një herë që avokatët jo vetëm që krijuan forcën e tyre politike, por arritën të vinin në pushtet. Do në rrëzuan De Gaulin. Ne jemi do në rrëzuan legjendën e Francës. Është një shembull i mirë për ne, është një shembull i mirë që shqiptarët të mësojnë të kuptojnë se duke pasur ligje funksionon shteti. Një kultura juridike është ajo thelbësore që vendos edhe fatin e shtetit. Zotë Kujtim, po ta shikoj takim i Korçës ishte një takim ndryshe, ishte një takim në atë rrugën e Gjelbër, nuk e di çfarë është ajo rrugë. Përgjithsisht Lulzim Basha në këtë fushat elektorale është munduar që në përcaktimin e kandidatëve të ekipit që do marrë pjesë në konkurim për këtë legjislaturë, është munduar që rreth vetes të ketë njerëz me një frymë të re, dhe në mënyrë simbolike në atë vijin e Gjelbër, ai përcjell të gjithë programin e PD-s, e cila akoma nuk është shkruar, por nuk është propaganduar, dhe mundoi ta përcjell në të gjithë grupet e interesit, sipas të gjitha problemeve të konstatuara të keqeverisjes së kaluar, në mënyrë që të përfshihen në këtë program dhe të jenë parësore për të përmirësuar punën dhe për të krijuar atë është quajtur Republikë të re, një fizionomi të re. Takimet e Korçës, unë i dua me 3 llafë. Çfarë do donë sepse kjo fushat diskutohet step by step, ditë pas dite. Ka bërë 5 takime. Lulzim Basha ditën e djeshme, unë i kam dikur me shumë vëmendje, duke ditur që e njoh shumë mirë të gjithë prefekturën e Korçës për shkak të detyrave që kam patur, por edhe të aktivizimit tim në strukturat e PD-s, po edhe në profesionin që kam si ekspert në fushën e sigurimeve shoqërore dhe fushën e tjera të mjedisit, të fiskut, të doganave, apo në fushën e bilancave që kanë lidhur me kompani nga më të mirat, më konkurrueset në Shqipëri. Këto janë takime simbolike ku ajo frymë që nisi që nga Çada po mundohet për cilët kështu dhe për të ofruar të gjithë njerëzit pavarësisht nga partitë. Sepse në këto 4 vjet ka vojtur biznesi i vogël, kanë vojtur profesionet e avukatëve,
profesionet e ekspertëve, ne kemi patur trysni nga qeveria edhe në miratimin e një ligji antikushtetues, të cilën me farmësisht të avokatëve u osposhte nga gjykata kushtetuese, pra fituan. Qartë. Zoti Mariglen, zoti Blendi Vezdiu thoshte që as PD, as PS, as kanë program. Po presim në një parti të vogël që të nxjerrë një program. Më sa kam parë, juve keni një program me 5 pika, pastaj ai ishte kështu. Unë do ta mbështes fjalën e Blendi Vezdiu sepse ai në emisionet e eksperjenca e tij ka dalë dhe vlera. Por partia tonë do t'ju thotë të gjithë partive të tjera. Në radhë të parë kur vjen në popull mos mbajnë fjalime të kota dhe butaforike, por t'i përshtaten ekonomisë, t'i përshtatet asistencave, t'i përshtatet kulturës dhe njerësh, themeli duhet të jetë zgjidhja e problemeve të popullit, sepse ky popull ka 23 vite që povuan prej politikanëve që pushtojnë partitë me njerëz të tyre të betuar që pjesërisht nuk kanë pasur dhe vlera të vërteta. Sot unë uroj që të gjitha partitë e vogla kanë zgjedhur antarë të rinj dhe me vlera, kurse partitë e mëdha kanë bërë kupolën e ish pasardhësit të tyre. Dhe këtë e kritikoj dhe do të dalë pa përmendur emër partijak, por të gjitha partitë që kanë zgjedhur. Jo, ato që duhet përmendur ta përmendim. Patjetër, do të dalë të gjitha partitë që kanë përdorur fytyra të konsumuara, edhe ato do të shkojnë drejt konsumit. Do të thotë që jemi atë jam i hapur për të qenë në drejtimin e dur, duhet rini, dhe rinia nuk duhet e korruptuar. E korruptuar në kuptimin e fjalës që nuk mund të flasit dot nesër asnjë nga antarët që ka zgjedhur bashkë. Ka një ligj në Amerikë, zoti Mariglen, se po ta shikosh juve jeni të gjithë avokatë që keni kaluar atë të pëzgjeç. Nuk ka kongresmen amerikan nëse nuk ka mbushur moshën 30 vjeç dhe pa 15 vjet eksperiencë pune. Gati ato si ato të vetim. Këto standarde që ju flisni zoti Beto, është realiteti. Prandaj neve duhet të zgjedhim njeriu në vlerës dhe të përvojës. Për shembull kam përballë zotërin dhe e vlerësoj jashtëmase për karrierën e tij administrative dhe këta nuk janë thirrur për të marrë mendime. Këta nuk janë thirrur. Partia Demokratike ka ekspert kujtimi. E ka ekspert, por në momentin e Republikës së Re kërkon se deri dje që s'kishte Republikë së Re, s'kishte pushtet, nuk e kërkonte. Kështu që realiteti është që populli kërkon njerëz të vlerës, i do sistem. Nuk e dua sot që ka marrë. Me një fjalë, miqësia dhe burria gjendet tek ai person kur të gjendet në hall. Dhe sot ky popull është në hall dhe ai kërkon të kërkojë kupolën, duke larguar, më falë se nuk do të dal nga tema, duke larguar vlera, pavarësisht me arsyet që ata kanë, por janë themeli i Partisë Demokratike, janë kupola. Jo, na e thon me emra, çmendimin që ke. Për shembull, unë e kam parë jo të arsyeshme titullimin e bashkës së antarëve, të ministrave dhe deputetëve, duke hequr Eduard Selamin, duke hequr Marlina Bregun, duke hequr Jozefina Topallin, që më kujtohet një fjalë Jozefinës, se pavarësisht se cili nga ne në 92-shin shkriu atë familjen, kulturën, dijen dhe fuqinë ekonomike për të sjellë një regjim tjetër. Dhe ne jo që nuk e sollëm, po më keq se ç'ishte e bërëm. Prandaj këta njerëz me vlera duhet të jenë pjesë e politikës shqiptare sepse kanë bagazhin e tyre, kanë vlerat e tyre dhe një herësh ata lozin rol të madh. Dhe unë parashikoj se së shpejti mbas zgjedhjeve do të krijohet një parti demokratike e re me këmbë në tokë dhe pro-amerikane, për të qenë sepse jemi dhe shtet pro-amerikan dhe me shakan në tavolinat tona ndërkombëtare thuhet se jemi shteti 53 amerikan. I kemi dhënë 2 herë mundësinë Eduard Selamit për ta provuar për të bërë deputet. Ai ka 1 vit e gjysmë që rri në Amerikë, menaxhon një dyqan, gjithsesi është mendimi jot. Si mendon ti për sepse mua ajo Jozefina Topallë më duk si një autist e fshehur në emisionin e Ylli Rakitit. Në opinionin tim individual, duke parë edhe si thua angazhimin e të gjithë këtyre që quhen të larguar, do të shpreh me 2 fjalë për të e shumë. Sido që të bënte zoti Lulzim Basha, qoftë si ku ti mbante këta, si ku do të flisnin, sepse në qoftë se do t'i mbante, do të thotë siç është në mënyrë simbolike ish kreu i PD-s, zoti Berisha, i shtati ai 10 sa është, në mënyrë simbolike është futur në atë listë për të treguar për të bërë kombesimin historik. Tashi, po ti mbante edhe këta sot që mbajti të vjetër. Për ata që i oqë, thëmë pse i oqën, tash një gjë do të thonë. Po ta shikosh ai ka lënë jashtë edhe në botën dhe shumë emra të tjerë. E rëndësishme është se mund në këtë mes që
ai ta ketë studiuar me kujdes gjithmonë sipas tij, në mënyrë që kjo listë që është paraqitur nga PD-ja të jetë fituese, sepse aty ka pretendime të tjera në mënyrën e përzgjedhjes të forumeve që i kanë kaluar, qoftë në kryesinë e vogël, që nuk ka bërë vakim përpara në PD. Po, Mariklen, mund të mendohet që po ta shikosh kemi përvoja shumë madhështore. Kemi përvojën e Churchillit i cili fitoi luftën në ata rrëzuar. Kemi përvojën e De Gaullit që ata rrëzuan. Kemi përvojën në Amerikë që gjithë parashikonin tjetër gjë, vjen një general nga lufta rrëzon MacArthurin, kur nuk fitoi MacArthuri që kishte pushtuar Japoninë, atëherë përse Partia Demokratike që nga paska kontratë të përjetshme me Josefina Topalli, apo me Eduard Selami? Unë ju kuptova drejt, ju flisni me disa standarde shumë të larta, po unë do flas me gjuhën e popullit. Nëse bëhesh dhëndëriri në një fis dhe në një kanun, në një shtëpi të rëndë, detyrimisht do të ulesh me krye plakun në shtëpi, dhe kur të vesh që të ndrosha ta këmbë kafe të rakit, si themi ne, nuk mund të nxjerrësh çakmakun të ndezësh, kurse plaku e ke xhakun aty. Dhe kjo puna, e ka xhakun gati, ç'kërkon të ngroj më. Megjithatë, do t'i thoja që nuk do të ketë sukses me këtë rini që ka zgjedhur. S'ka rini basa. Po ta shikosh listën, mosha mesatare e Partisë Demokratike heqin pjesën mbi 20 apo listat e sigurta, o lista ashtu është të paktën mbi 40 vjeç. Unë pata këtu përballë një doktor profesor në Universitetin Evropian, bashkë kemi qenë zonë Dibejdo dhe i thash dy fjalë. Në Partinë Demokratike sa më shumë kërkojnë të çojnë vlerat, aq më shumë goditen. Është sëmundje e vjetër dhe nuk mund të ndryshojë. Ka ndonjë meritë Lulzim Basha që e çoj, ta diskutojmë neve tani, të diskutojmë listën, të diskutojmë takimet e kortë, të diskutojmë PD-n, të diskutojmë të ringjallim Sokololdasin, sepse këta Josefina donte që të ishte Sokololdashi kryetar dhe e votoi dhe nuk e fsheu, dhe ajo është aq e ndeshme dhe është aq skrupuloze, nuk e bën dyshim. Unë e shoh me dy pasqyra Lulzim Bashën. Pasqyrën e viteve më parë kur ishte opozit dhe sot opozit, ai ka fytyrë tjetër. Sot i qanë hallin popullit ai që jeni pa buk, jeni pa asistencë, s'keni ekonomi, s'keni arsimim, kurse dje kanë ardhur të huaj, djem dhe vajza kanë studuar jashtë dhe Partia Demokratike i ka zbuar. Tashti unë jam në dilemën time dhe them nëse një shtet nuk do të ketë opozit të fort, nuk mund të bëhet shtet. Prandaj Lulzim Basha i uroj të vazhdojë atë punën e tij, të përshtatet sistemit dhe kapitalit shqiptar për të qenë një fenomen i ri. Por ai akoma nuk ka gjetur veten sepse nuk ka krah, është i vetëm Partinë Demokratike në çdo tavolinë që ulet i zbon. Ta presim deri në datën 26. Patjetër, do të flasim datën 26, ajo është Si themeli. mendon? Unë nuk mund ta paragjykoj në këtë drejtim sepse fakti që sot është më aktiv do të thotë që ai po bën një bilanc të qeverisë që ka qenë këto 4 vjet dhe është e drejta e opozitës për të nxjerrë të gjitha mangësitë e qeverisës në mënyrë që të ngrerë atë programin që mendon ajo për të përmirësuar gjërat. Unë di të paktën 8 vjet të qeverisës së PD-s ka patur Jo, e lëm atë. Se jemi në situatë. Le të merrem me qeverinë që kemi tani. me 1.4% i ka rritur pensionet. Edi Ramës, aftësitë të tij politike, që ai të shmangur komplet një bilancit të këtyre 4 vjetëve dhe e ka futur thjesht në replikë me listën e Lulzim Bashës. Sepse na ka efektuar të gjithëve Edi Rama. Duam ne është një sindrom që na ka bërë listën e Lulzim Bashës. Është e thjeshtë për të kuptuar sepse ne shohim për ditë karambole, ne shohim për ditë karrocia në rrugë dhe ata janë do ta krahasojnë në dorë e ka gjithmonë timonieri. Dhe timonieri nëse s'është larg pamës të parashikoj kthesën ose të parashikoj gropën, detyrimisht ai do të humbasë drejtimin e tij. Por e fola me gjuhën popullore për të kuptuar. Unë duaj që Lulzim Basha, opozita, unë duaj që pozita të kuptojnë mirë që familjet shqiptare janë në një krizë ekonomike, morale dhe politike. Prandaj, cila është zgjidhja më e mirë? Zgjidhja më e mirë është kjo që ka bërë Edvin Rama. Nëse kemi një grevë të mbarshme të opozitës së sotme, dje opozit, të paktën kemi pas greva, por kemi pas edhe kundërshtime të fuqishme të ish pushtetarëve që kanë arritur deri në vrasje.
Tashmë nuk mund të flasi një Lulzim Basha që dje kanë qenë ministër rendi, ka ndodhur vrasje. Tashmë nuk mund të flasi Lulzim Basha që ka kaluar afatet e gjykimit. Tashmë nuk mund të flasim më, ne kemi probleme ekonomike që shteti shkatruar ekonomikisht dhe pushteti që mori. E do ta lëmë që të trasjet Arben Imami. Ky Arben Ametaj? Jo, ne Është shumë e dhimbshme. A kishte gjirokastër ti Arben Ametaj? Unë nuk e kuptoj kohën kur ajo në Dirama që vetë atje në Cepo dhe u flet për mirëqenie, për ekonominë atyre fshatarëve, kur ata kishin Arben Ametin djalë nga gjirokastra, të rritur, s'u kujtua një herë të vinte. Më godite atje ku më dhëm. Po jo, po është realiteti. Unë Arben Ametin e kam shok feminie dhe është gjithmonë djalë kërkues edhe me femininë e tij ai ka qenë kërkues, por sot neve ka lidhje Kavaja me Arben Ametin. Jo, s'ka xhonglime politike bën këtu. Tash po flas për Arbenin dhe po flas për gjirokastën e pastaj do flas për Kavajën dhe për politikën. Se di çaj bëri ai televizioni Klan, më pagoi 2 lekë Arben Ameti apo kush pagoi dhe nxorrën një armë me grurmor dhe nuk kishte as njerëz që të fliste. Atëherë më dole tek media dhe pa u shkëputur atë më kemi do t'ju bëj një thirrje mediave shqiptare që të mos jenë të politizuara. Duhet të jenë të depolitizuara për të pasuar lajm. Po dhe media kanë nevojë për një lekë. Normale ajo punë. Kur Arben Ameti paguan çfarë do bëjmë media? Normale ajo punë. Se mëse mbahen çan media. Por ndaj punon sistemi shtetëror, kontrolli i lartë i shtetit, ndaj punojnë struktura. Se Amerikë nuk e fshe njeri sepse u mblodhën fonde për presidentin. Ne sot si kandidat do të reklamojmë edhe bie fjala 100.000 lekë që të jap një fshatar. Prandaj ne duhet ta japim apo një qytetar. Është më ndershme kjo, që ta deklaroj. Duhet deklaruar dhe standardet e ligjit janë të tilla që e pranojnë deklarimin, e pranojnë vlerësimin dhe së fundmi mendoj se do të jetë një fushat që do të funksionojë ligji. Por prap mosbesimi i viteve ka bërë që zgjedhjet e sotme patjetër duhet të kenë jo task force, por duhet të kenë një sistem të kontrollueshëm dhe të funksionojë ligji. Unë mendoj si avokat dhe me kolegët e mi që konsumojmë, do të kemi raste për shembull dhe të vjedhjes. Unë jam i parimit që ajo forcë politike që gjendet në vjedhje të shkrihet nga KQZ-ja, votat i kalojnë pasardhësve dhe të funksionojmë të paktën një herë në jetën tonë 23 vjeçare me ligjin përpara dhe mbrapa atij të jemi ne që kërkojmë fjalën apo votin e popullit. Për zotin Rama në Cepo ai beata fermerët, ata si fermerët. Unë njoh ishin disa barinj të cilët nuk blejnë do shpinë Gjirokastër, nuk blejnë do shpinë me Malia një që bën 2 milion lekë të vjetra, palet blejnë shpinë Tiranë, që kanë mbetur atje dhe janë ata që theti, ata fshatarët e praktikisur tërësisht. Koincidencës se unë njoh mirë qarkun e Gjirokastës dhe Kardhiqin, Cepon, Golomin, njoh mirë Dropën e Sipër, njoh mirë Përmetin, Këlqyrën e tjerë dhe them takimi i Ramës rutinë politike, por Rama të paktën çka thon deri tani po e bën, të paktën tek vetingu, të paktën tek struktura që i ka shtirin tokë, pavarësisht se tani uji rrjedh në burim, po kur vete do të kemi parasysh. Unë kam një mendim tjetër për zotin Rama, sidomos në kushtet e futjes së fushatës elektorale. Po të shikosh në të gjithë atë argumentimin që bën ai ngre versionin që të qeverisë i vetëm. Nuk e do opozitën, nuk e ka qefer. Ai thotë që pse ta ke blesërinë për herë. Jo, këtu i bën dersh Shqipërisë ai po faktikisht. Ai pretendon edhe Basha, po realizoi këtë i bën dersh. Pretendon që ka qenë i suksesshëm me LSI-n. Atëherë nuk e ka qenë Amerikën pse ka qeverisur republikanë demokratë. Del kontradiktor me veten e tij, por jo për rezultatin që mund të ketë atje. Aq më tepër jam 100% dakord me ato që tha avukati në lidhje me transparencën e përdorimit të fondeve. Shiko, u bë sheshi Javni Rustemi atje. Është bërë bukur faktikisht, ka ndryshuar imazhin, por një gjë shumë e rëndësishme në lidhje me transparencën. Atje që kur filluan punimet, derisa mbaron nuk kishte një tabelë që i ka detyrim ligjor, të thotë fondi i akorduar për këtë. Sepse populli nuk të gjykon për atë që ke bërë. Të gjykon për atë që ke patur mundësi të bësh dhe nuk e ke bërë. Do ta lëmë këtë popull me sheshin e Ministrisë sepse Sali Berisha mbaroi. Sot mbaroi preushëritin e tunelit të Elbasanit nesër humbin Elbasan. Avokat, ju avukatët, është miratuar vetingu. Vetingu do të zërë të gjithë politikën e të gjithë njerëzit. Në parashikimin e ligjit të padiskutueshëm që të gjithë, që nga unë, që nga ti deri tek fëmia i vogël se çfarë standarde është. Shumë sukses. Dhe Shqipëria këtë sukses e ka pritur prej vitesh. Por shtatori do të tregojë se si do të funksionojë. Të vazhdojnë zgjedhjet, të jenë të suksesshme, të mos ketë
korrupsion do ta Si me të fushat avokat, se ti e ke dita vështirë parashikim. Deri në 26. Do vazhdoj kështu me kohë ritmesh? Unë vi nga udhëtimet e bëra në Saran, Përmet, Gjirokastër, Tepelen, Berat, Fier, Vlorë dhe së fumi shpresoj të lëviz Veriun, por shoh se mos angazhim popullor, mos besim dhe duan njerëz me vlera. Fatkeqësisht në Shqipëri sot janë shumë kandidat për deputet, pjesërisht, nuk po i vë të gjithë, që janë të konsumuar. Për shembull, dua të flas me përvojën e tyre në jetë, janë të konsumuar. Ka edhe njerëz me vlera, por këta janë pak. Kështu që këto zgjedhje mendoj se duhet t'i kemë parasysh të gjithë kryetarët e partive, të mendojnë drejt, të ecin drejt dhe të zbatojnë ligjin, sepse nëse s'bëhen këto zgjedhje të rregullta dhe pa incidente, Shqipëria do të marrë një rrugë tjetër, një kanalizim jo të mirë, që do të thotë larg Evropës, larg përparësisë. Çfarë ata njerëz se ti ke takuar? Sepse ka ndryshuar dhe fushat, tani e kanë lënë njeriu të mendojë gjatë për atë për votën. Po, do të dalë me një fakt konkret, dorëheqja e Gencurit është një gjë e mirë dhe si Gencuri duhet ta bënin të gjithë të tjerët pjesërisht, mos them 60% po, duhet të japim dorëheqjen. Kemi një medi që ri një fotografi pranë Partisë Demokratike dhe kur ecën këmbë ta shoh. Bukur e ka thënë. Fabio dy për mendimin tim një fotografi. Është nuk është se kanë një votues. Ose kemi një Pascal Milo. Më ke çako. Tani me një post ministri jashtëm kërkon të pushtojë politikën, nuk mundet brit LSI-ja, brit atë të paktën ne dim që më fal se popullor që po flas. Argjin brezi buzlumenve për të bërë sporta. Tashmë ti ke Gramosruçi, që ish ministri i fundit i komunizmit. Është drejt e Partisë Socialiste. Është drejt, po se moralist, po flasim demokratike të marrë. Po flasim gjithë moralist. Më fal, do të jap përgjigjen për Gramosruçin. Është drejt e tyre, nuk mos janë atemoj mirë. Një shprehje shumë popullore të shefit të kabinetit Ramush Haradinaj Yahya Luka, i burgosur në Serbi, i burgosur në Kosovë dhe sot është një titular i marrëdhënieve ndërkombëtare me Kosovën dhe i shoqat kryetari i shoqatës së kthimit të shqiptarëve në Trojë dhe Veta, më thotë një ditë Maren Glen, dëgjoj. Duhet të kemi parasysh se ne shqiptarët fusim në pjesën e kanunin. Por në një moment kur të gjithë njerëzit janë të mirë, dhe ai liguri atje në cep mos e luaj, sepse një ditë që do të ketë hall kombi, individi apo institucioni, ai ligu e zgjidh hallin, jo më ai i miri. Prandaj jam dakord me këtë që Gramosruçi është një vlerë e Partisë Socialiste, ashtu sikurse të tjerët, edhe Berisha është vlerë, pavarësisht se me gabimet ka vlerë, por Gramosruçi është një ndër vlerat më të pastra të Partisë Socialiste. Është region i një rruge që kërkon standarde dhe ligje, por se vjen ande, se vjen këtej, të gjithë vinë me dosje. Të gjithë vinë me probleme. Nuk po flas për Ruçin me dosje, po flas për njerëzit që duhen seleksionuar urgjent. Prandaj nuk është lënë të kryhet vettingu dhe sot ajo çadra e vettingun, edhe për Gramozin, edhe për Saliberin, edhe për gjithë. Edhe për politikën. Edhe për politikën. Sepse Mariklen ka një fenomen. Neve kemi vrapuar mbas vajzave të reja, si të shmendur, i kemi bërë ato pjesë fushat, si kemi kandidatë për deputete, dhe një vajzë 17 vjeçe, si Kedi Mehmeti, apo si Flojda Kërpaçi, do meratoj ligjet që do hapi vendimin Vladimir Kristova, që është 7 ditë. Sëmundja popullore. Ose gjykata kushtetuese. Si e mendon? Unë mendoj kështu, sëmundja popullore është një gjë që të ka. Si Baçaka, antare Komisionit Ligje. Ma dëgjoj të flas me gjuhën e popullit sepse një gjë që të ka munguar rinia kërkon pleqëri dhe pashallarët e rinë politikës këtë nuk e kanë të sotme, por është prej vitesh kjo punë, megjithatë ngelet në dignitetin, në moralin, në karakterin e atyre vajzave që sakrifikohen për të bërë karrierë në politikë dhe për të qenë fenomen i një rruge të re demokratike. Ja provoi Partia Kristian Demokrate. Kishte një vajzë nga Shkodra e cila as nuk e dinte se erdhi, as nuk e dinte se si iku. Ta përsëritim prapë fenomen. Ne si Demokristian nuk e kam tek ju, ne e kam tek klasi. Nuk e kam. Unë kam marrë këtu si një kryetar i saj do të flas për të, pavarësisht se fenomeneve do t'i prekim patjetër na pak të gjitha. Por ne si Parti Kristian Demokrate i jemi parti që mbështesim familjen, mbështesim asistentat, mbështetim vlerat dhe ecim mbi ligj. Këto janë themelet kryesore, 4 themelet që Partia Kristian Demokrate mbështetet, sepse në Shqipëri asnjë parti nuk ka folur, kanë folur investime, dalin dhe bro rastin e Buçasin, bërën këtë, bërën atë, kur sot janë të gjitha të prishura, janë gjitha se jashtë standardit, dhe këta njerëz nuk kanë parë një njeri
të deklarohet fajtor dhe të thotë unë kam bërë këtë gabim dhe të japi dorëheqjen nga detyra që përmban politike, juridike apo ekonomike. Ndaj, erdhi ora që ne sot të diskutojmë këtu dhe populli të kuptojë vetëm një gjë. Njerëzit e konsumuar nuk duhet i votojnë më. Duhet të vlerësoj brezënëri, duhet të vlerësoj fiset dhe standardet. Fytyrat e reja, se ta katërrojmë se këtë, po thami brezënëri, do të thotë se ti fytyrat janë. Ata kanë një masë sa mbajnë mbi shpatull. Saktë, zoti Bejdo, është e drejtë, duhet të mbështetur fytyrat e reja. Fytyrat. Këto fytyrat e reja duhen mbështetur dhe duhet parë mirë. Nuk kam parë një deputet të dalë aty diku në emision apo dalë. Ne kemi zhdukur nocionin deputet. Ne kemi shkuar aq larg sa dhe parlamenti na emëron kryetari i partisë. Sepse në thelb e emërojnë kryetarët e partive. Këtu duhet të shqetësohet. Unë ç'po vjen dua të flas. Çka iku ne dim që ka qenë një çorbe prishur parlamenti, politika. Sot në Shqipëri, po e përmend sepse është vlerë, është për të vlerësuar vetëm puna që ka bërë kryetari kontrollit të lartë të shtetit, Bujar Leskaj. Unë këtë institucion e përmend që të marrin shembull institucionet e tjera për punën e tij. Prandaj, duke pasur një vlerë, hajta kopjojmë dhe të ecim në institucionet e tjera. Mora vesh për kolegun se është ekspert i sigurimit shoqërore. Po nëse pa e dëgjuar me pak fjalë sa folëm edhe jashtë, edhe këtu po i them, nëse do të dëgjojë ky person për disa situata të tilla, do të ishte shumë më mirë për ata pensionistë, do të ishte shumë më mirë për ata invalid, do të ishte shumë mirë për ata njerëz që punojnë jashtë dhe nuk ju njihen sigurimet shoqërore dhe vinë këtu në 60 vjeç, 70 vjeç, s'kan për krajën e shtetit. Unë në fenomenet të tilla kam edhe çështje gjyqësore në Greqi, në Itali dhe në Amerikë, pse jo. Ne kemi hapur, këta zotërinjt kanë hapur këto fusha, por funksionimi i tyre ka ngelur vakum. Arsyeja e din ata që e kishin dhe këta që e kanë. Ndaj, këto gjëra duhen prekur për t'i thënë se boll më me standarde të heshtjes dhe të fshehtë. Me problemin e vogël, me atë hallën e vogël po zgjidhe pikën e çatis të kalve gjithë shtëpia. Gjithë çat, shumë bukur. Janë dënuar gati 13 veta të cilët janë zënë me presunduar nga vetë njerëzit sepse iPhone-i është këtu që shpërndajnë formular për të ndihmuar për një parti, por tani do fillojë tendenca e lekëve dhe këto. Si e komenton këtë fakt? Unë i bëj një thirrje popullit të shohë. Dje nuk e ka pushuar ministri teknik i PD-s, e ka pushuar Milva Ekonomi. Nuk duhet të kishte shkuar drejtori i përgjithshëm, po pra Beratit e ka marrë re që gjithë shtypi ishte i njëzëshëm. Shiko, sëmundja nuk ikën me njëherë, asnjë sëmundje vjen shpejt po ikën vonë. Por në themelin e pyetjes tuaj është një realitet që unë do të propozoja që shteti shqiptar urgjentisht të mbledhë parlamentin apo të mblidhen kryesitë të vendosë të mbledhet urgjent me atë vetingun, ato të komisionet e vetingut. Dhe të krijojë një sistem të tillë, e thash edhe pak më përpara, që nëse gjendet një akses i vjedhjes së votës, forca me të cilën kandidon duhet të përjashtohet totalisht nga zgjedhjet, sepse nuk mund të vi me vota të vjedhura prej 23 vitesh. Ne kemi komuna, po të tregoj një rast, Zagorie janë 100 vota, 150 vota. Askush nuk shkonte, kalonin krahët e PD-s, ku që PD-ja me urdhë vinte kutia, ne kutit i kemi përdorur si shpresën e jetës, ta vjedhim shpejt sepse duam vendin e drejtorit, duam vendin e kryetarit të qarkut, duam vendin e kryetarit të PD-s. Ne shohim njerëz që kanë marrë me tapimur partinë. Po kërkon, s'po përmend emra se s'dua që të futem në atë valle, por themel kërkoj. Këta njerëz që kanë mandatet e kryetarëve të partisë, mandaten e kryetarit të qarkut, mandaten e kryetarit të bashkisë, këta njerëz urgjentisht duhet japin dorëheqje, nuk mund të lejohet të dalin në ligj posaçëm 2 mandate, po vjen na 4 mandate kryetarit të bashkisë, çfarë po bëj? Atëherë krijojmë baraktar të rinj. Pa kuvizim, tani më duket se do të vendoset. Kujtim si e mendon këtë fushat? Këtë fushatë e shikoj më të qetë se të tjerat, ndoshta është në Norogos fushata. Pse ti thua përgatitur për të dhënë para, për të bërë gjëra në por konstatoj një gjë, për të cilën do të ndjem konkluzione kur të mbaroj fushata, që do të ketë një rezervë të qytetarëve në votime, domethënë do të ketë më pak. E ke marrë që neve vendimin e marrim atë ditë të mëngjes. Neve tërkohën e shajmë Dirama me automatik. Ne tërkohën themi çdo votoj, atë mëngjes sikur e konstatoj vetë këtë. Si mendon? Do të ketë më pak. Unë sikur na shtyj shejtani vemi. Dgjoj, unë i bëj një pyetje vetes. Sot në moshën 48 vjeçare
me 23 vite në krah të tjetër dhe krah djathtë kemi lindur, gjithë gëzuam se erdhi ajo, ne ishim për ato borseta, për ato xhinkset, për lirinë që kërkonte rinia. Por i them vetes sot, çfarë ke arritur nga gjitha e luftë që ke bërë për Partinë Demokratike? Dhe të më dalë një njeri këtu në Partinë Demokratike, çfarë ka fituar? Dhe në momentin që një ka fituar, është ndëshkuar. Të lutem, i them popullit, a nuk e kupton që njerëzit në Partinë Demokratike po ikin në drejtim pa ditur? Cila është arsyeja? Arsyeja është se kanë vlera, se punojnë dhe largohen si ai qeni balash. Prandaj, keq më vjen kështu, po duhet që të arsyetojmë, të vlerësojmë vlera. Unë mund të kem një vlerë shumë të madhe përballë dhe e quaj të tillë, po unë dua ta vlerësoj për vlerën që ka. Nuk dua t'i shoh ngjyrën më. Se kombi s'ka ngjyrë. Një flamur ka kombi. Marilen, jemi drejt fundit, më thuaj cili është skenari për sot, si do t'i prezantoni? Do prezantoni siç e ka bërë Basha pjesë që i prezanton në Korçë, që i prezanton në Vlorë, apo si Rama që i prezanton në Durrës? Neve kemi zgjedhur Hotel Tiranën me gjithë kandidatët në qarqet e Shqipërisë. Keni 140 kandidatë në gjithë qarqet? Në gjithë qarqet, dhe kemi zgjedhur Hotel Tiranën në mënyrë më të thjeshtë dhe për t'i dhënë një fasadë më popullore, sepse nuk është sot që ke hall ti shkoke në shtëpi, tjetri dhe i troket dhe i thua erdha unë dhe të vë këtë deputet. Ne jemi këta. Bëjmë shpalljen e kandidatëve në Hotel Tirana dhe ju themi popullit se ne avokatët do t'ju marrim përsipër gjatë gjithë mandatit ton të gjitha çështjet juridike, do kemi zyrë të posaçme për t'ju gjendur pranë në të gjitha incidentet juridike që ata mund të kenë me shtetin. Këtë gjë e tillë që askush nuk e ka bërë në 23 vite. Prandaj avokatët sot janë solid dhe janë bashkuar për t'i thënë politikës, merrni mësim nga vetimi. Media nuk u përmend fare. Media nuk na përmend sepse nuk e do të vërtetë. Bile nuk do avel deri te blushi, po ta shikosh gjitha televizionet, maksimumi është LSI blushi. Dhe partitë e tjera u kanë hedhur në kryq, përveç TVS-s që tentoi dije. Unë jam i bindur që dhe kolegu im do të falenderoj personalisht ju zoti Bejdo dhe jo, nuk është që të lutem, s'është elosh, nuk është elosh, të lutem. Është një realitet që zëri jot është i lirë. Dhe ky institucion këtu është i varfër. Pse? Se flet zërin e lirë. Atëherë, si mund të paguhet 60.000 euro, 30.000 euro rogat e një gazetari në X kanal apo në X kanal? Tani nuk e kuptoj, ky popull me ato 60.000 euro, po të them unë, nëse do t'i fusë në punë, e mbyllje përmetin, e mbyllje kulturën, kolonjën, mbyllje problemet e atyre fshatarëve që kërkojnë atë. Qartë, më jep një konfiguracion politik në datën 27. Atëherë, data 27 do të jetë një zgjidhje shumë e mirë politike nga populli i heshtur, do të japi votën atij njeriu që ka dhënë vlera kur ka qenë në karrige, patjetër. Kurse unë në shprehjen time them, me çfarë zdjedhe ç'shoh sot nuk besoj të nesërmen, por këtu ngelet të themi, shpresoj të jenë zgjedhje të qeta, sepse populli është i lodhur. U lodh me çadrat, me grevat, me protestat, u lodh në ekonomia dhe sot emigrimi po e varfëron këtë popull. Shkurt. Unë gjykoj që fushata do të jetë e qetë, me qeta nga të gjithë fushatat që mund të jenë kryer deri tani në Shqipëri, ndërsa si fitues unë shpresoj të jetë ajo forcë politike e cila do të bindë qytetarët se nuk do t'i gënjej me, por ato që ka premtuar në fushatat elektorale të mëparshme do të jetë sa më afër alleve të popullit dhe do bëjmë më shumë për ta. Ju falenderoj që kisha studio. Ka ankesa të ndryshme nga këto pyetjet që bëjnë këto zyra kola me shokë me kështu, por çdo televizion është edhe i majt dhe i djathtë. Çdo televizion është zë i lirë i qytetarëve. Falenderoj që kisha studio. Falenderoj zoti Bejdo. Falenderoj që kisha studio. Nderuar televizikues, ishim në studio me zotin Marilen Koçiu, avokat, i nderuar, kandidat për deputet në kryetar Partisë Demokristare, më uroj që të fitoj. Kristian Demokratë. Kristian Demokratë, fal. Dhe e korrigjoj këtë sepse emisionin të gjithë e bëm që jeni Kristian. Më jep le vetëm një minutë, të jap një përgjigje mediave. Shkurt. Do t'i lutesha mediave të mëdha janë kritikuar dhe në ish sistemin, nuk kanë zbritur kurrë në bazë. Zbresin vetëm në evenimente. Ajo që dua t'ju them është të pasqyrojnë mirë sepse ligji do të funcionojë dhe për ta. Ishte Lulzim Basha, Edi Rama, Ilir Meta në 3 televizionet, prapë javë tjetër do ndryshojnë në vendet. Rokato bëjnë, lere, ka ikur. Ju falenderoj që kisha studio. Të nderuar televizikues, ju falenderoj për vëmendjen.